Inkurajimi im për ju është që do shfrytëzoni momentin e zgjerimit derisa është këtu, derisa ka energji të re midis shteteve anëtare për këtë proces. Kështu është shprehur ministrja suedeze për çështje europiane Jessica Rosencrantz në konferencën e përbashkët për shtyp në Shkup me ministrin për çështjet europiane Orhan Murtazani. Ai gjithashtu theksoi se Suedia e mbështet fuqishëm Maqedoninë e Veriut si me vullnet politik ashtu edhe me hapa konkret. Jam krenare që përfaqësoj një qeveri që ka mbështetje të gjerë për zgjerimin e BE-s. Sipas sondazheve të fundit, Suedia është ndër vendet me mbështetje më të fortë midis të gjitha shteteve anëtare. 79% e opinionit suedes mbështet zgjerimin dhe kjo më bën krenare, por edhe të bindur se po ecim në drejtimin e duhur. Ministri i çështjeve europiane Orhan Murtazani thotë se pas zgjedhjeve lokale së bashku me partnerët europian po punojnë për të kthyer dialogun dhe për të rikthyer besimin midis Shkupit dhe Sofjes. Qëllimi, siç tha, është i kalimi mosmarrveshjes dhe zhbllokimi i procesit të integrimit evropian të vendit. Ajo për të cilën po punohet vazhdimisht dhe më intensivisht pas zgjedhjeve lokale së bashku me partnerët tanë evropian është vendosja e dialogut dhe kthimi i besimit, sepse pa dialog dhe besim nuk mund të bëhet fjalë për tejkalimin e problemit. Aktualisht po bëhen përpjekje për të vendosur dialog dhe për të ndërtuar besim dhe sigurisht më vonë do të diskutojmë edhe mënyrat e mundshme për kapërcimin e problemit. Ministra suedeze u ndal edhe te ndryshimet kushtetuese të cilat duhet vendi të realizojë. Pasi të miratohen, shtoi ajo, të gjitha shtetet anëtare të BE-s duhet ta respektojnë atë marrëveshje dhe menjëherë të fillojnë negociatat sipas kapitujve dhe grupeve.